lidhje me Viber, e kemi Isme Osmani, e cila është zyrtare e projekteve në shoqatën e proponuesve të pemëve dhe perimeve të Kosovës. Nëse po ta dëgjon zonja Isme, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe për ju, kënaqësi të flasot me ju. Faleminderit shumë, kënaqësi edhe për neve që të kemi këtu në lidhje direkte. Atëherë We Lead Food Prishtina 2025 është mbajtur më 12 dhjetor. Na tregoni se cili ka qenë qëllimi i këtij eventi? Mirëmëngjesi, fillimisht programi apo eventi We Lead Food Prishtina është një program i organizuar nga shoqata për punësues të pemëve dhe perime në partneritet me Eko Kosovën dhe me mbështetjen e IT Food përmes programit We Lead Food. Është i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i programit është me fuqizu gratë në sektorin ushqimor, duke ofruar mundësi për trajnime, rrjetizim dhe zhvillim profesional që u ndihmon me zhvillu bizneset dhe me ndiku pozitivisht në industri. Mirë po, duhet të di se si është bërë selektimi atyre grave të cilat vetë se morën pjesë në këtë ngjarje. Ka qenë ndonjë lloj si themi konkursi që ndoshta edhe të aplikojnë që të jenë pjesë e kësaj ngjarje, apo vetë se ka qenë një hapër për të gjitha gratë të cilat vetë se merren me këtë sektor? Ka qenë thirrje e hapur për të gjitha gratë që dëshirojnë me u merr me këtë sektor, por faktikisht u shkon një numër i kufizuar, diku deri në 60 persona maksimumi për pjesëmarrje, pasi fillimisht ka qenë si hera parë për neve me punu me këtë projekt dhe jemi kufizuar me një numër më të vogël, po shpresoj që vitet e ardhshme vetë ka marrit numri dhe ka zhvilluar sa më shumë si ngjarje. Meqense ju si shoqat patjetër se merreni me këtë fushë, edhe më së miri e dini se sa janë të përfshira këto gratë tona në përgjithësi në këtë sektor. Si e shefni? Kohëve të fundit ndoshta apo bëhet një përpjekje edhe më e madhe sepse organizata të ndryshme, shoqatat po ashtu po kontribuojnë në të mirën e tyre që ato të fuqizohen edhe më shumë. Janë të përfshira mjaftueshëm edhe mendoni që më shumë gratë kosovare fokusohen te ky sektor meqense kemi pak edhe si lloj tradite që të merremi me bujqësi? E vërtet që edhe në mendoj që ke pjesë i përfshin gratë duke pas edhe pjesën e traditët, po, gratë po përfshin gjithnjë më shumë sektorin agro-ushqimor, duke udhëheq biznese, ne edhe në shoqatën tonë kemi anëtare që janë edhe vetë menaxherë dhe të bizneseve të tyre, kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të vendit, e fuqizojnë përmes aktiviteteve të ndryshme. Faktikisht është e vërtetë që mëse po rritet numri, po shpresojmë që viteve të ardhshme e kemi edhe një numër hala më të madh se ju. E di që gjatë takimit patjetër se kanë folur ato për sukseset, po ashtu dhe qëllimet e tyre të cilat i kanë për të ardhmen. Por jam e bindur që kanë përmendur edhe ndonjë ankesa dhe ndonjë sfidë që ndoshta edhe qeveria nuk ka qenë shumë e gatshme për t'i ndihmuar ato, sidomos në mos krijimin e qeverisë të cilën e kemi pasur si vjet, që ka qenë tim diskutimi që nga fillimi i vitit. Kanë qenë këto ndoshta ankesat kryesore të grave apo çka e keni parë si problematikë që aty i shqetëson vetë në biznesin e tyre? Faktikisht, si problematika na është kështu që na e kemi zgjedhur edhe projektin për me bën këtë mënyrë, eventin që i kemi pa në gjitha takimet e radhës me anëtarët e tona, e kemi pa që ato po dëshirojnë diçka më zhvillu, me pa diçka vetë me bën një planifikim, me pas diçka me qitë në letër që faktikisht tani me rrugës që me vazhdu që asaj rrugë. Na ja kemi mësu me pas një farë zhvillimi profesional, me rritizu sa ma shumë edhe me mësu që strategjinë e leadershipit që gjithmonë po vese po e kërkojnë, edhe i ditë e disa grave që dëshirojnë me him biznes, që faktikisht ato me këthim projekte konkrete, që me ditë saktë se çfarë dhe çka po dënë. Po kjo është e vërtet se faktikisht institucionet e kanë bënë një farë ndalese, po kjo është problem për gjithë, nuk është vetëm problem për sektorin agro-ushqimor. A mendoni që gratë nëse duan vetë se të jenë pjesë e këtij sektori, këtij biznesi, e kanë më të lehtë kyçjen edhe ndoshta mund të depërtojnë pak më shpejt që biznesi i tyre vetë se të rritet të zhvillohet më shumë? Është e vërtet po se gratë ditëve të sotme janë duke u përkrahur nga krahasim me vitet e kaluara gjithherë më shumë. Shpresojmë që ka përkrahje edhe më të lartë, po është e lehtë për më u kyç në këtë sektor, po për me një sektor i fuqishëm tani do të më ndjek edhe disa hapa, do të më pas standarde sigurisë ushqimore, do të më qenë treg, do të më përcjell faktikisht këto punët e biznesit që nëse fillon, veç se do të më kanë rrjedha me gjitha ngjarjet. Meqense i përmende pashtu edhe cilësitë në përgjithësi të prodhuesve vendor, mendoni që jemi me të vërtet mirë në këtë fushë, sepse vetë se produktet tona përshkojnë kudo në Evropë, jo vetëm në Kosovë që përshiten? Faktikisht ne edhe në shoqat këta e themi që gjithmonë produktet e kosovare, madje në Kosova janë duke u vlerësuar shumë jashtë vendit,
e keqja dhe metja e kësaj është që nuk po i kemi shumë në Kosovë të pranishme, po shpresoj që dhe na mu vedisu dhe me marrë njëherë produktet të ndona për vete, për pastaj me i shfaq në vendet të jashtme. Sa i përket sektorit tonë, përpunimit planeve dhe perimeve, ka shumë kërkesë, nuk ka, domethënë, kapacitet të mbulueshmërisë çfarë sa ka kërkesë për jashtë vendit, nga produktet e tona. Sa zgjati në përgjithësi kjo ngjarje dhe pashtu cilat mendoni që ishin momentet më të mira që i keni kaluar ditë? Kjo ngjarje i ka pas disa pjesë, u ka një workshop për planifikimin e ndihimit ku pjesëmarrës kanë mësuar ditë dhe që mi kthy në projekte konkrete dhe me hartu secili person ka hartu plane personale të leadershipit. Ka qenë një workshop tjetër për arritjen e ndihimit përmes rrjetizimit. Një panel diskutiv që përmend edhe ti ku janë disa gra ku e kanë përmend historitë e rrugtimit grave në sistemin agro-ushqimor, ku i kanë ndo sfidat, përvojat edhe vizionet, po ashtu ka pas shumë interes nga pala tjetër, nga pjesëmarrësit, nga inspirimi i historive, ka pas shumë pyetje u kanë shumë interaktive. I kemi bërë një diçka që u kanë shumë e mirë, se e po që në mëngjes se ka kriju një farë atmosferë të mirë, disa letra inspiruese në hyrje, bashkë me kafe kanë qenë për gratë, edhe krijoi për me një atmosferë pozitive që besoj që kena me praktiku ma shpesh. Edhe qëtu këti kanë kombinu që me posa ma shumë inspirim, një ori praktike dhe mundësi që për me më zhvillu profesionalisht. Edhe edhimtin tonë besoj që kanë bërë shumë të veçantë. Cilat janë përfitimet që në fund i marrën ato nga ngjarja? Pjesëmarrësit faktikisht i kanë marrë disa përfitime që na i kemi pasi shoqat, po faktikisht nga feedbacket e tyre kemi disa udhëzime praktike për planifikimin e ndihimit që i kanë marrë ato. Kanë marrë strategji për rrjetizim me ndikim, janë inspiruar nga paneli diskutiv, kjo vetë se e thash edhe është e vërtet. Po ashtu gratë kur po takohen, po shprehen ma shumë ndërmjet vete dhe po e shohin se ku janë gjithë secila dhe që aty kanë mujnë edhe me bë bashkëpunime konkrete dhe shkëmbime idesh, që vetë se një ndër bashkëpunimet janë dy bizneset shumë të vogla faktikisht, po e patën një farë lloj bashkëpunimi që edhe na kemë prezant aty. Edhe ki që to besoj që i kanë motivu dhe për me i zhvillu bizneset sa ma shumë dhe i ma strukturume, profesionale dhe me ndikim sa ma qëndrueshëm sektor. Unë me vërtet po shpresoj që gratë tona të fuqizohen edhe më shumë në çfarëdo lloj fushë që ato zgjedhin vetë se që të mirën në të ardhmen. Faleminderit shumë juve që ishit bashkë me neve sot në studio, në fakt me sa lidhje direkte, edhe faleminderit që mbani të tilla evente për këto gratë dhe po shpresoj që vetëm sa më shumë të zhvillohen edhe të kemi ngjarje të tilla. Faleminderit shumë, edhe unë shpresoj gjithashtu. Ju uroj punë të bardhë gjithëve.